ndikohemi. Data 26, Mërkuri për herë të parë për këtë vit që shndrohet në retrograd në Peshqit, ku do të zgjasë deri më datën 21 mars, dhe kjo ka ndikuar që nga 11 shkurti, kjo do të hyjë në retrograd në disa çështje që lidhet shumë me ndikimin e diktimit të çështjeve që ka të bëjnë me komunikimin, disa ndryshime të vogla që kemi, por këtu kur kemi në retrograd, është diçka mjaft pozitive sepse na ndihmon, na jep mundësi dhe në periudhët kur ndodhin fenomenet, jem idetë tona, jem ato që kemi pasur më përpara nuk e bënim dot. Planet që ne kemi lënë për gjysmë. Vjen një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, meqense kemi pezulluar në të kaluar. Natyrisht duhet të jemi të kujdesshëm në çështjet e komunikimit dhe udhëtimit, sepse nëse i lëm pas dore disa gjëra që kemi lënë ose a planet që kemi pasur nuk janë realizuar, këtu përfitojnë shenjat e ajrit, shenjat e tokës, shenjat e zjarrit, shenjat e ujit, siç janë binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit. Ka ndikime mjaft zbuluese për gjërat që do të bëjnë, sepse është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në çështjet e mëdha që do të keni tani atutje. Kemi datën 27 shkurt. Data 27 shkurt, ku Marsi në katërkëndësh me Ujorin dhe me Uranin në Dem, ky kënd është disi i vështirë. Duhet ta anashkalojmë disi, sepse jo se na prish punë, por kemi të kujdesshëm në këto drejtime. Tregon disa gjëra që nuk duhet, disa provokime, ngjarje të papritura, por do të jemi të kujdesshëm, sepse nëse nuk kujdesim për veten tonë, atëherë është problem. Ndikimet ato që do të them dhe themi gjithmonë, për ata që janë udhëtime, për ata që dalin për një kafe, për një bisedim, për kaluar mirë, por mirë është që çelësat e makinës